Një ditë një punëtor kishte marrë rrogën dhe po kthehej në shtëpi në autobus. Autobusi ishte plot me njerëz dhe një xhepist i vodhi rrogën. Ndërkohë, vjen fatorino e autobusit dhe i thot biletën. Ai s'kishte para dhe u skuqi shkreti. Fatorino ai kthe dhe i thot, po si të vjen turp? E quan veten edhe njëri të ndershëm, i bën autobus, qyl, dashketi. Njeriu ngeti i turpruar. Ndërkohë ai dutit, se që lindi një dështirë misterioze, dhe tha, lëre, tha se ja paguaj unë biletën. Të tërë kthyen kokën dhe filluan ta falenderonin. Çfarë zotnie, çfarë buri, mrekullueshëm. U shtofshin o zot njerëzit si ty. Dhe kështu kemi ngelur në këtë histori të vogël. Ne të gjithë jemi në autobus, ca na vjedhin dhe ne i duar trokasim. Faleminderit Elmas Fida për këto përkthime të mrekullueshme që bën. Një histori çka tjetër e vogël është me një tregtar mjalti. Një ditë tregtari të mjaltit erdhi një anije plot me mjalt në qypa të mëdhenj. Aty vjen një plakë e shkret me një tas dhe i thot, të lutem, më hidh pak mjalt në tas. Pronari e pa dhe i tha, jo, nuk të edh. Plaka e shkret ktheu kokën dhe iku në mjerimin e vet. Ndërkohë pronari i thot ndihmësit të vet ta ndiqte na mbrapa plakën. Kur mori vesh se ku e kishte shtëpinë, e urdhëroi ndihmësin t'i çonte një qyp me mjalt. Ndihmësi u çudit dhe tha, çfarë je duke bërë zotni? Ajo të kërkoj një tas me mjalt dhe ti s'ja dhe, dhe tani po jep një qyp me mjalt. Zotnia ju përgjigj shumë shkurt. Ajo më kërkoi sipas nevojës, kurse unë do t'i jap sipas mundësisë. Dhe me që jemi në një moment shumë të bukur të agjerimit që e përmendëm, do ta përmendim se është dhe gjë e bukur ndër të tjera, e pyetën Hoxhën, cila muzikë është haram, Hoxh? Muzika që është haram është tringënima e monedhave në xhepat e pasanikëve dhe zhurma e lugëve në pjatat e të korruptuarve. Bravo. Cili vallëzim është haram, Hoxh? Vallëzimi mbi plagët dhe dhimbjet e tjetrit, krekosja para vuajtjes dhe njerëzve të mjeruar. Cila tregti është haram? Tregtia me kauzat e allegjinëve, fitimi në kuristë të shtypurve dhe bërja karrierë në shpinën e të ndershmëve.